Hi njerëz, si jeni? Sa po dola nga spitali, kam pas eko në 28 javshit. Për në rritjen e bebit. Tutë se kse për vajzat që ndjekun edhe janë të reja këtu në Angli, shpesh konfuzohen dhe mundohen me marrë informacione prej meje. Kur shohin video, duhet t'ju them që m'duket që shteti ka vetëm 16 javë edhe 20 javë. Jo 16 javë, 12 javë edhe 20 javë. Dhe nuk e ka ma, dhe ka pas edhe një ma vonë 28 javësh ose 32 javësh, nuk e di, por e kanë hek, kështu që kanë vetë vetëm 2 eku për gratë që kanë lindje dhe shtatzani normale. Për problemin që kam pas une, normalisht që është desh pak skaner, dhe me thonë një skaner tjetër, jo me më 20 javë, kështu që ma patën buk sot që jam 28 javë e 3 ditë. Shkova aty, sot jam që pak e shqetësume, me thonë më që jam që në regu, po kur po rrisha të shpia, vunare që baby nuk ashtu lëviz masti ma për para, kishte një orë e pak që ishte shumë e qetë, sepse lëviz tepër shumë zakonisht, dhe para se marrë të spitali kishte një ra lëvizet sa do që mundoja me prejk me ngacmu. Nuk po reagote, një gjosha ndo një lëvizje si tip me lëviz në larve vogël, ndo një dridhje, ose kisha disa si shtrengime të forta, po jo goditje. Dhe thash shqyrt paktën që nga që kam këtë mara, kam edhe skaner, e paua, do më thonë zemra bebit ishte në regull, oksigeni ishte në regull, qarkullimi i gjakut ishte në regull, everything ishte në regull, por më thonen që bebi është pak më vogël në peshë se sa që pritet të jetë këtë periudhë. Kështu që na duhet ta monitorojmë dhe unë do me thonë, me qa lexova une, ishte që bebi u do të me ka 1.1 kg deri 1.2 kg, do me thonë 1.100 deri 1.200, por këta thoshin që bebi është nën vinë e zezë, se kishin një si grafik, edhe gjithçka me disë 2 vijave të zeza ishte në rregull, poshtë vizë zezë ishte pak për të shqetësu, dhe unë e kisha krejt pak sa kishte kalu vinë e zezë. Ishte 1 kg 100 gram fix, me thaja si kur 15 gram 20 gram ma te për t'ishte kënë do kishte bë difference, por nga që është 1.1 duhet që ta monitorojmë, sepse ndoshta do mbesin kështu, ndoshta do na duhet t'i japim do një ilaç ose mjekim për ta zhvillu, për ta rritë dhe kështu bla bla bla. Dhe nga aty më thane me shku në maternity day unit me taku një midwife, bane një urine sample, doli në regull, pastaj monitorunen, kur më kanë futa e luma, për më kanë vua të shiritat, po ja u la një video këto. Njerëz, realisht, vetëm kam fillu të qa, prej adi nuk ishte asisen, po thjesht aja frika nga që kanë hup 3 fëmijë, sikur merrti gjithçka mrena dhe e mas t'i kishte vendosa e makinerin, se isha të e marrë shumë veten për mos me qa, dhe pasi iku aja vetëm fillova të qa, dhe filloja makineria të ba atë zhurmen dhe më tha që tutem tha relakso, tha përpiqu me ma frim thellë dhe me lëshu ka dole sepse të kanë rrë shumë radhat e zemrës poshtë, sepse do na me pa bebin. U qetësova, doli jeshile që çdo gjë ishte në rregull dhe më tha që do discharge-im për sot, por që do na duhet të na vish 2 herë në javë për monitorim dhe 1 herë në 2 javë, do me thonë çdo 2 javë skaner. Kështu që sot është data 3, është e hane, të ejten që i bie data 6, kam prap monitorim dhe me 18 kam skaner. Nëse në skanerin e datës 18 do dalin që bebi ka zhvillu dhe është okej, do i ndërpresin monitorimet dhe skaneret kaq të shpeshta,
por nëse bebi del prap në të njëjtën pozitë në raport me javët ose pak më e vogël diçka e tillë, do na duhet që ta monitorojmë dhe të bëjmë skanerat të vazhdueshëm deri në momentin që do lindin. Me thënë që jam mërzit ashtë pak, besoj e kuptoni vetë, sidomos kur ka ndodhur se çka ka ndodhur. Mbaj mend që me Arlën të mos më kënë thonë që është i vogël, por mbaj mend që kur jam kënë të lind, më kanë thonë që 3500, 3700 ku nuk shkon më, dhe Arlo ka lind 4 kg 135. Kam një ndjesi brenda vetes dhe nëse kam mësu diçka nga çdo histori e çdo personi që kam dëgju për lindjen, për zhvillimin e bebit e njëra tjetër, që ose kam dëgju diçka dhe kam kuptu nga ata histori, është që ta dëgjoni instiktin e juaj si nana për mënyrën e lindjes, për zhvillimin e fëmijës, për çdo gjë, jeni vigjilente patjetër dhe të merrni patjetër parasysh çdo këshill apo çdo rekomandim të mjekut tuaj, por instikti i nanës është i fortë dhe unë kam një ndjesi mrena vetes që bebi është tepër mirë, është shumë e shnetshme, peshon as sa duhet të peshoj. Edhe të pas parasysh që edhe skaneret janë vetëm 80% të sakta, jo 100%. Ai instikti jem golitet edhe më shumë, sepse ajo tha 15 ose 20 gram bëjnë diferencën dhe çdo gjë varet nga pozicioni i bebit, kur ai jam më të mosat, kështu që kam një ndjesi të fortë që është shumë në rregull si beb. Që të shonë të thënë tjetër? Po, ku kam kënë 24 jashe, nuk e dija kam këtu me duket e kam thënë në YouTube, që ajo më tha që bebi është poshtë mesatares në peshë, por sipër minimales, që është okay sepse me kalimin e javës të rritet. Kur bën në 28 javë fiks, të premten, sot dash të hane, të premten kam pas takim me mamin. Dhe mamia më tha që barku, do me thonë aja moti barku, një scanner, po barkun, më tha që bebi është quite big, do me thonë është tepër i madh, bajagi i madh, do me thonë quite big është bajagi i madh. Dhe ajo më tha që është keq me kanë shumë i madh, ndërsa sot pas 3 ditëve në eku, bebi me del i vogël. Edhe nuk ka faj, sepse unë di një vajzë që ka pas një histori të tillë, si kur unë, identik mas javës 28 ka fillu slow growth dhe ka një growth restriction, e kanë thënë që bebi është i vogël, por asaj edhe në bazë të barkut ka qenë i vogël, e kishte shumë të butë, edhe shumë të flat, shumë të shesht dhe shumë si të gjeli, si nuk e di, shumë të butë, dhe kur e prekshin më thote që kur e prekshin mami thoshin ka bebi sepse është shumë i butë. Barku jam është tepër i madh, edhe tepër i fortë. Mos panej, nuk e di, mrena me e tham që çdo gjë është okay, por që jam mërzit patjetër. Po ka një në anë, këto monitorimet nuk më bezdisin, përkundrazi më qetësojnë, sepse duke pas parasysh se kam hub 3 beba, për mua shumë mirë të jemi e monitoruar gjatë gjithë kohës, të baj skanera çdo 2 javë, sidomos pas problemit që kam me pjesën e gjilpanave, është një gjë shumë ndihmuese për mua. Por edhe të mërzit pak, ka dhe normalisht, në rajt kot. Kështu që po shofi her këtë grafikun, letrën që ma kanë dhënë, edhe po ju ka bërë ndosë pak më shumë, që ose mundë me kuptu në i gjanë. Por këtu në fund, është të shkryme, 28 jave, 3 dit, 1 kg 100 gram. Çdo gjë është në rregull, më thonë vetëm pjesën e peshës, sikur tha 1 kg 115, 1 kg 120 po t'ishte, do ishte kënë okay, por si duket kjo Lejna ka bë këtë që ka bë. Nëse mora dhe sa gjilponet e tjera, sepse me kanë baru, me dote 11 kam takimin e diabetit, të testit e diabetit, kështu që do ju marrë edhe të ai takim, do ju marrë edhe të ejten që ka monitorimin, do ju tham edhe se që ka ndodhur te skaner dhe do ta mbylli videon. Shpresoj që dalin çdo gjë mirë, edhe të mbyllet këtu kjo për ju pak kështu e mërzitshme dhe pak stresuese, por që do mundon të qetësohem, sepse nuk do i bëj mirë bebit ky shqetësimi jem. Do ta mbylli videon. Nëse do
ketë prap nevojë për monitorime dhe për skanera të vazhdueshëm, do ta mbylli sërish të video sepse do dalë shumë e gjatë, por do ju marr kështu kryq çdo javë në video dhe do ju updatoj hap pas hapi që ndoshta dikë që po kalon të njëjtën situatë si unë, ose do të kalojë të njëjtën situatë si unë, të ketë një version historie, ose një eksperiencë, ose një mendim, ose thjesht një pozitivitet, sepse unë jam e bindur që bebushja është shumë mirë dhe do vije shëndetshme, do vi top çesti çka ardhar loja, nuk e di pse kam këtë mendim, por sido që të vinë nuk e kam absolutisht as pak probleme të pesha, thjesht të jetë mirë, thjesht të ketë çdo gjë mirë, por për këtë punë më thanë që çdo gjë as super mirë, thjesht nga që ekziston një risk i vogël që për shembull mund të mesin aty dhe ne na duhet me anë mjekësore, domethënë bazë të kurimeve dhe të mjekimeve ta zhvillojmë që mos të ketë probleme, po e monitorojmë, por zakonisht rritet vetë. Domethënë bebin mund bajnë ndryshime edhe për një javë, mund shkojnë 500-600 gram edhe brenda një jave, po flas për javët e fundit të shtatzanis. Kështu që nuk i dihet kur, thjesht monitorimi nuk ka shkur keq, është gjë e mirë, nuk e kam problem se këtu 6-7 minuta e kam spitalin, djalin e kam shkollë, edhe tërat e takimet i kam gjatë kohës që djali janë shkollë, so yeah. Shihemi me 6, pastaj me 11, pastaj besoj para datës 18 do kena prap monitorime të tjera, kështu që do marr pas hapi. Morning njerëz. Kemi ardhur për monitorim, data është 6 nëntor, kemi monitorimin e dytë. Le ta shohim si do jetë bebushja, është shumë aktive. Haj njerëz, atë ditë që jam kanë për monitorim, me 6 nëntor më duket, ju ka marrë pak tek ashensori, si që keni pa, por nuk ju updatova, sepse nuk ishte ndonjë gjë më rëndësi dhe nuk është se kisha kohë. Thjesht domethënë e monitorunin bebin me temperaturat siç e pa të dëshiritat, derisa del jeshile, prap ishte çdo gjë mirë, dhe sot me datën 10 është e hënë dhe kam 2 takime. Ora për momentin është 4 pa 4 minuta dhe në orën 4:30 kam skaner, nuk do ta shohin peshën e bebit, por thjesht qarkullimin e gjakut mes me dhe bebit placencës, kështu domethënë blood flow. Dhe pasi të marroj skanerin që e kam në 4:30, në orën 5 kam po takim në spital, domethënë marrë në spitalit tek maternity day unit, që të monitorojmë bebin si qatë ditë. Dhe të martën, si që kam thënë, do shohim nëse bebi ka përparu, do me thënë ka peshën e duhun për javën që është, apo prap është në limite. Nëse ka peshën e duhun, do stopohen këto monitorimet, nëse ka peshën prap në limite, atëherë do ndiqen me radhë. Kështu që jam gati, po shkojmë në spital, po ju marr pak në spital nëse mundem dhe do ju updatoj, nuk do harroj sot, do ju updatoj, pastaj do t'ju tregoj edhe nëse do mlon takime, se më duket që edhe të hejten do kemi monitorim. Pastaj mbas edhe të hënën dhe të martën skan. Do t'jenë shumë, por që po e bëj këtë gjë, pikë sparit për veten time, të dokumentoj çdo gjë, sa është shumë bukur kur ti kthehesh pas shumë viteve dhe sheh eksperiencën, por edhe për të gjitha vajzat që kanë nevojë të dinë më shumë informacione mbi këtë periudhë, mbi këtë situatë, sepse të them të drejtën e Zotit, shumë gjëra kanë ardhur dhe shumë vajza kam një gjuhë që kanë këtë problem, janë shtu pafundësisht shumë, nuk e di domethënë. Dhe për gjitha vajza që më shkruajnë në TikTok, në Instagram, në lidhje me problemin, edhe dojnë për shembull përgjigje duke krahasuar analizat, më vjen keq, por nuk mund t'ja përgjigje sepse nuk di, nuk kam as informacion, dhe nëse më pyetni pyetje që janë tashmë në rrjetet e mia sociale, prapë nuk do ta përsëris veten.
sepse thjesht më ba me bezdishme duke kthy secilës përgjigje dhe duke rikujtu edhe herë një të situata, pasi unë i kam dhënë në rrjetet e mia sociale, sidomos në YouTube, të keni të detajume, por edhe në për story kur më keni pyet për gjëra të përgjithshme, për shembull në Ask Me Question, por secilës në privat nuk mundem se realisht besoni jeni shumë. So ja, merrni dhe shqini videot e YouTube-it. Çdo pyetje që mund të keni, që ju mendoni që unë e di, e keni këtu. Kam marrë vesh se në Angli po fillojnë shumë edhe spitalet, po e propozojnë këtë testin e trombofolisë. Kam shumë vajza që njoh, edhe në spitalin ku kam une, po ndiqem une, që po bëjnë testin e trombofolisë pas shumë humbjeve, kështu që më vjen mirë që edhe Anglia më duket e futi si arsye abortesh dhe po jep njerëzve edhe vajzave, domethënë një mundësi që të kenë një shtatzani të suksesshme pas 2, 3, 4 ose 5 dështimeve. So, hajdeni me mu. Tash po rutinë ky takimi këtu. Morning njerëz, ja ku jemi këtu me një pjesë super të shpifur, që sa po e kam hap, kam edhe 4 minuta ko për ta pi. O zot, kam e zjerë gjithçka jashtë, nuk e zot. A thu funksionon kështu? Okej, funksionon ka ma mirë kështu. Kjo është aja pija ëmbël që bëjmë për glukoz test, për testin e diabetit. Edhe sa po e kam marrë, erdha me pikë shtëpi se mu desh me pru djalin shpejt e shpejt, edhe pas 2 orësh do kthehem që të bëjmë testin e gjakut tjetër, sepse një bëjmë para, një bëjmë mrapa. Kur e provova pa myll hund, ishte super shumë e shpifur. Kështu që ishte duke ka pak më e mirë sheqer. Në gjysën e pas kem pi. Osa e ëmbël, osa e shpifur. Sa po të mbaroj, të i tregoj që ndodhi dje dhe që ndodhi sot. Është edhe pjesa e fundit edhe pak. E përfundova. Që më shpifën, s'kisha pi nuk të me herë ose stiqi. Bona kërë qeqer. Nese, si që po ju thoja, po ju thamë që nolli dje dhe pastaj po kthehem sot. Atëherë dje shkova me ba ekon, dhe kjo eku ishte e fokusume te kujrat e placentës, placenta, qarkullimi i gjakut në për placente, ekon tek bebi dhe kështu me radhë. Ka ken një eku kështu që e kam ba me dorë në zemër, sepse nga që ishte të pata placentit dhe janë ata shqiritat në gjurë blu, në gjurë kuq, mat njani, një gjazhur, me nëzbehe drite, nulle, ngrite, edhe unë nuk mirë vesh asisen, edhe më kishte kap një si angth, nuk mush as me pyet, ishte tepër shumë i përqëndrum, dhe s'musha me thonë as të dhaj gjajet, kështu që thjesht isha me dorë në zemër gjatë gjithë kohës, po shpresosha shumë që mos thraste një doktor tjetër, sepse kur thraste një doktor tjetër, puna nuk ashtë mirë. Dhe në momentin e fundit që zvogloj bebin për me ba foto, për me dhanë dhe e mbylli deri diku që sova, pastaj më tha që sot ta është gjë okej. Edhe kur më thash okej, po i bëj disa pyetje për herën tjetër, për sa i përket peshse dhe njëna tjetër, sepse unë lexova se në javën e 28 ishte normale 1.1 deri 1.2 dhe unë e kisha 1.1 fix, as pak më shumë se 1.1, por nuk e kisha në 1.1 që me ken keq, a kupton? Dhe i thashun që kam lexu e kam fola, ishte shumë i mirë, nuk e di pse zot na fal gratë që janë sonografe që bajnë eko, janë aq të ftofta, aq kot, që të japin as shpjegime, as zemra se si hiç, kurse sora që qellojnë meshkuj që mbajnë ekut, janë shumë më të hapun, të thojnë shumë detaje, të qetësojnë, dhe shoqëria kanë super i mirë dhe më uli më shpjegoj, më tregoi grafikën që tregon që unë jam, do të thonë gjithçka mes dy vizave të zeza në grafik është në rregull, gjithçka poshtë saj ose në vi nuk është në rregull, dhe unë jam krejt në vi ose krejt pak sa nuk dallahet në vi. Dhe më tha që ky grafiku është posaçërisht i bën për ty, është i varur në peshën tënde,
që e kanë kur kena marrë vesh që është atë zonë, në gjatësinë tone dhe në moshën tone. Dhe duke pas parasysh këta 3 perimetra, llogaritet sa duhet jetë bebi në javë. Dhe për mu, do me thënë ishte më shumë se 1.1. Por vërejta disa gabime. Vërejta se gjatësia ime ishte shkruar me 1.66, gjë që unë nuk e di për 1.66, mund të 1.63, 1.64, unë e di vetë 1.64, po jo 1.66. E para, e dyta 75.5 kg, jam kanë në momentin që e ka marrë vesh se jam shtatzan dhe jam kanë pak mbi peshën time sepse unë sapo kisha humbë një bebe në shkurt dhe në maj pas 2 muajve mora vesh që jam shtatzan, trupi jam nuk ishte ala kthy në gjendjen që duhet mu kthy. Tani edhe pse jam shtatzan po fillon e kthehet sepse për momentin edhe pse jam 29 javë 4 ditë sot, se sot është e martë njerëz, data 11 nëntor, unë jam 81.5, do më thonë kam shtu vetëm 6 kg. Dhe mu më duket okej, do më thonë krasim sa kam shtu për shembull me Arlon, se kam nejtë të pa dhe fotot që jam kanë përfituru. Dhe normalisht kur jam kanë me Arlon jam kanë më e vogël, gjatësia, pesha ka kanë më e vogël se jam kanë 63. Dhe sa kam pas kur këtë problem, po dhe me kam pas këtyne perimetrave bebi duhet jetë më e madh, diçka që nuk më bën shumë sens për nese, po mundohem të mos të stresohem duke marrë parasysh pjesën që bebi është i vogël, por t'i marrë këto kontrolle dhe këto monitorime për të mirën teme, për qetësinë teme. Ka 4 arsye që më laje me kuptu që bebi mund të jetë i vogël. Edhe për çana duhet me monitoru. Arsyeja e parë dhe më e shpeshta është që bebi thjesht zgjedh të jetë i vogël, por është shumë i shnetshëm edhe shumë i lumtur në habitatin e vet dhe është okay, nuk ka problem se del jashtë dhe rritet. Arsyeja e dytë, po i tham sipas shpeshësisë që mund të jenë, është infeksioni që ka nana, temperatura që mund të ketë. Do të thënë infeksionet mrena jashtë kështu, por është diçka që e përjashtojnë sepse nuk kam as infeksion, as gjak, as norinë, as kërkun. Arsyeja e tretë, për cilën ata dyshojnë dhe për cilën ata duhet me e majtë në monitorim, jo se kanë pa gjë, po që mund ndryshojnë nga java në javë, po jo me ritme të shpejta, me ritme të ngadalta, dhe duke pas parasysh se ndryshon me ritme të ngadalta, ne na jep kohë për me procedu para problemit. Është problemi i placentës, ose placenta mund të jetë më e vogël për të mbajtur bebin, mund të ketë më pak ujëra ose më shumë ujëra, sepse duhet balans, as më pak as më shumë, dhe mund të ketë probleme në qarkullimin e gjakut, kështu që nuk furnizon bebin me gjak. Kjo është arsyeja pse unë kam bërë ekon që ju thash dje, që më doli krejt mirë, që isha në ankth, dhe te kjo është arsyeja më kryesore pse ata po vazhdojnë këto monitorime dhe këto skanerat, me pa nëse placenta po ndryshon, placenta është okay dhe kështu me radhë. Ndërsa arsyeja e katërt, që është shumë e rrallë, janë shkakuj i anomalive të ndryshme, i sëmundjeve të ndryshme, shumë të rënda që mund kenë, por të pas parasysh tana testet që janë ba, ekzaminime, organe, gjak e çdo gjë e përjashtojnë si mundësi pjesën e anomalisë. Thjesht arsyeja pse janë të monitoru është pjesa e placentës. Nëse placenta është e vogël, ujëra shumë, ujëra pak, gjaku, njëra tjetra, që çdo informacion që ne na jep placenta ose çdo reagim që bën placenta, ne duhet ta zbulojmë para se ajo të veprojë, pra para se të përfundoj për të zot në një linje të parakushme pa dijenin ton, ose larg qoftë të ndalojnë edhe rrajet e zemrës së bebit. Kështu që ata po monitorojnë placentën, po monitorojnë rrajet e zemrës së bebit, lëvizjet, kontraktimet e mitrës dhe çdo gjë që ne më na lën me ditë me vepru para saj. Nëse për shembull duhet me bën një linje parakushme sepse bebi është më i sigurt jashtë se sa brenda, duhet ndërhyjmë dhe ta bëjmë, por deri tani çdo gjë është mirë, placenta është në rregull, thjesht ndoshta bebi ka zgjedhur të jetë i vogël, ndoshta bebi mund të jetë edhe shumë mirë, shumë i madh, sepse 80% është e saktë, skaneri nuk ka shkur 100%. Unë si nana kam instiktin që bebi është shumë mirë dhe e di se kam për ta çuar deri në fund, por siç thash po i marr këto kontrolle dhe këto monitorime kaq të shpeshta, po i marr më shumë si qetësi për veten time, pasi i kam desh me të thënë të drejtën, shkaku i problemit i kam desh që ke më shumë kontrolle dhe jam shumë happy që po i bëj këto kontrolle.
Ndoshta jo për i dëshirës, po sepse u detyrunën me i bë, thjesht besoj që është mirë. Tani, dje kam pas ekun për placentën, ndërsa të martën me datën 18, pra fiks sot një javë, kam ekun mbi peshën. Tani do shohim nëse pesha e bebit që bie të jem 30 javë 4 ditë, javës tjetër, pesha e bebit është okej me peshën që duhet të jem unë për javën që jam moshën edhe gjëra të tjera që ju thash, apo është prap i vogël. Nëse do jetë i madh dhe nëse do jetë okej, gjatë që dyshoj nëse ka ken 1.100 ata s'ka si me prit me ken 1.450 ose 1.500, po se di, vetëm shpresoj që t'jena mirë dhe t'ja dalim deri në fund. Unë e besoj që do ja dalim, e besoj realisht shumë, se di pse, edhe për shembull edhe pse jam të gadit thume në saj, tesha, gjanat, në asnjë moment nuk kam step me thonë prit se nuk e di se qa po bahet. Jo, se kam problem, kam një vetbesim edhe du ta fokusoj menjen tek gjanat e mia, sepse besoj se ka ndikim shumë të madh pjesa emocionale e nënës tek fëmija. Me shmang stresin, mërzinë edhe këto, dhe lun tepër shumë, gjë që është shumë pozitive, tepër shumë, është shumë aktive dhe tani po luan. Nuk kam pas asnjë therje barkut ose ndonjë gjë shqetësuese, kështu që pranaj ndoshta kam këtë sigurinë. Tani unë kam pikë të pijen, pas 1 ore gjysmë të shkoj tek spitali, sepse pas 2 orësh do bëhesh një test tjetër. Me kishin ardhur dhe disa provësa prap për gjakun e trombofolis që ata mojnë në kontroll nësa negativ ose pozitiv, dhe sot më kanë marrë plot 10 provësa gjak dhe ato infermierët të shkrejta tu habiten, por unë që ditë ma shumë me veten, sepse jam ka një njeri, ju kam thënë që i kam fobi gjithpona, dhe momentin që merrshin gjak me 1 ose 2 provësa gjak, unë e kisha pa mujtë më uqu për një qere 20 minuta, sepse më binte si gjenje të fiktit. Tërsa sot më marrin nga 10 provësa gjak dhe as nuk më dridhe që piku dhe as nuk gjen trupi jem fare as i gjë, direkt që hëm kam edhe dal jashtë edhe se kam probleme dhe tham, wow, si ndryshon çdo gjë. Provat e gjana të ndryshojnë çdo gjë. Nëse nuk besoj se do marr përgjigje sot, nuk ndoll që ta marr përgjigjen sot, kështu që kur të shkoj do baj testin e gjakut tjetër, sepse një e bën në fillim, tani e bajnë 2 orë mas këtij, dhe në momentin që do të kem përgjigjen e testit të glukozës, që shpresoj të paktën në zoti këtë në dalje negative dhe mos ta kena, se po na ushtu edhe kjo bukur boll. Dhe pastaj do t'ju tregoj rezultatet. Duket se kjo video ka dalë shumë e gjatë, kështu që po e mbylli këtu dhe shifeni në pjesën e dytë me takimin e datës 18, po para datës 18 kena një takim tjetër për monitorim me 13, mund ta kena një edhe nga data 17 dhe prap me 18, do ju tham prap edhe për glukozë test, edhe si që kam thënë do ju marr hap pas hapi, por se kur do t'i hedhi ose kur i t'i pa, unë nuk e di, base do i hedhi pasi t'lindi, base do i hedhi para se t'lindi, ama ja u kam hedhë. Që të nevojzat që mund t'jetë tani në këtë pozitë, ose që do jenë të kenë një eksperiencë, por që mos ta marrin për trembje, por le ta shohin si unë për forcë. Kështu që po himren dhe shihemi në videot e tjera, ju dua shumë.